Pse nuk duhet i besosh ekspertëve të rrjeteve sociale? Ai person që thot kjo kriptomonedë do shkoj 10 fish, apo do shkoj 15 apo 30 fish, dhe që jep garanci të plot dhe të sigurt për fitimet, do të thot që ka diçka që nuk shkon. Ne gjithë e dim se interneti është i mbushur plot me guru financiar që fitojnë nga promocioni, jo nga investimi. Shpesh herë ndodh që kanë interes të drejt për drejt vetëm për të shitur informacionin apo kurset dhe vetë nuk kanë një stil jetese me to. Nuk kanë vite eksperiencë me to dhe nuk kanë investuar vlera të konsiderueshme në mënyrë që dhimbja e tjetrit të jetë e njëjtë si dhimbja e tyre. Edukimi financiar real nuk premton asnjëherë kthime. Të mëson si të analizosh vetë, të mëson si të kuptosh tregun, si të shmangesh manipulimit, si të ndërtosh gjykim të pavarur dhe pas 3 apo 5 viteve ti t'jesh koleg me ne që kemi investuar në kriptomonedë. Ky është ndryshimi thelbësor midis një kriptogjiu dhe një investitori serioz. Shkruaj në koment kripto dhe do të tregoj 5 shenjat se po të manipulojnë financiarisht